Moikka! Tänään me puhutaan lähiperheestä ja sukulaisista. Përshëndetje. Sot do të flasim për familjen e ngushtë, do thot dhe për të afërmit. Le të fillojmë. Äiti është nëna, Isa është babai, vanhemmat janë prindërit, Veli është vëllai, Sisko është motra, lapsi është një fëmijë, Pojka është një djalë, Tytër është bija, Aviomies është burri, Vajmo është gruaja, Puoliso është bashkëshorti ose bashkëshortja, Vava është një fosh, Kaksoset janë binjakët, Teini është një adoleshent ose një adoleshente, Kuopus është do të thotë Kuopus është do të thotë më i vogli në familje që ne i quajmë si sugari, do të thotë më i vogli në familje, qoftë vajza apo djalë, është do të thotë sugari. Mummo ose iso äiti është do të thotë gjyshja, mund të themi mummo, ose iso äiti është gjyshja, Uki ose iso Isa është gjyshi, Tati, këtu do të thotë në sqarim, në quhen finlandeze, tati do të thotë edhe holla, edhe do të thotë tezja. Edhe pse në gjuhën shqipe do të thotë holla edhe tezja e kemi të ndara, por në gjuhën finlandeze të dyja i quajmë tati, do të thotë holla ose tezja. Seta është xhaxhai, Eno është daja, Serku do të thotë është kushëri, Veljen pojka është do të thotë djali i vëllait, Veljen tytër është do të thotë bija e vëllait, Sisaren pojka është do të thotë djali i motrës, edhe Sisaren tytër është do të thotë bija e motrës, Appi është vjehri, Anoppi është vjehra, Vevi është dhëndri, Minja është nusja. Do të thotë Serku, veç e spjeguam, Serku do të thotë është kushërini, Lanko do të thotë Lanko është kunati, Keli është kunata. Vevyn vanhemmat do të thotë janë prindrit e dhëndrit, Minjan vanhemmat do të thotë janë prindrit e nusës, Appi vanhemmat janë do të thotë vjehrit, qofshin vjehrit do të thotë të nusës apo të dhëndrit, do të thotë janë vjehrit, Appi vanhemmat. Lapset janë niprit do të thotë dhe mbesat, Iso Veli është do të thotë vëllai i madh, Pikku Veli është vëllai i vogël, Iso Sisko është motra e madhe, Pikku Sisko është motra e vogël. Iso Isa do të thotë është stërgjyshi, Iso äiti është stërgjyshja, dhe Esi Isat janë do të thotë stërgjyshërit, para artësit do të thotë unë, Isa Puolli, do të thotë kjo Isa Puolli e ka kuptimin e njerkut, do të thotë nëse vdes babai, edhe do të thotë nëna martohet, në atë rast fëmijëve që kanë me do të thotë me babain e vdekur, që kanë lindur, ata do të thotë burrin e ri të nënës së tyre i vjen me pas do të thotë Isa Puolli, do të thotë njerk. Äiti Puolli është do të thotë njerka, kjo është veç më e qartë. Veli Puolli do të thotë është vëlla prej Veli Puolli do të thotë mundet me kon vëlla prej babe, do të thotë ose prej nane, do të thotë prej njerit prind. Sisko Puolli do të thotë ashtu do të thotë vëlla prej babe ose prej nane. Adoptio vanhemmat do të thotë prindrit adaptues, do të thotë ata prindrit që marrin fëmijë për me i adaptue, do të thotë adoptio vanhemmat, do të thotë janë prind adaptues. Adoptio lapsi është do të thotë fëmijë adaptues, do të thotë fëmijë i adaptuar në fakt. Pojka ystava është i dashuri, Tyttö ystava është e dashura, Kumpani është partneri, Puoliso
Shpollica është do të thotë ish bashkëshorti ose ish bashkëshortja. Kihllatu do të thotë i fejuari ose e fejuara. Najmësisa do të thotë i ose e martuar. Najmaton është i ose e pa martuar. Eronot është do të thotë e ndarë ose i ndarë, do të thotë i divorcuar. Edhe leski do të thotë mund të jetë e vej ose i vej. Do të thotë kjo ishte sa i përket kësaj videos. Faleminderit që shkuat dhe shihemi në videon e radhës. Mojka.